Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me mediat foli për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Ai tha se Partia Demokratike do të bashkëpunojë me partitë e tjera opozitare për të nxjerrë emrin e një kandidati përballë Ogerta Manastiriut. Kam ngarkuar një grup prej 3 personash që do të negociojnë me partitë e tjera për emra. Jo, më falni një minutë. Do tjetë Flamur Noka, Belin Kliqi edhe zoti Ilir Ali Mehmeti. Do jenë përfaqësuesit tanë do negociojnë me partitë e tjera. Po tani, a më shkon mua që unë nga një anë të ngarkoj dhe të them partive opozitare se do negociojnë, nga nga tjetër të them emra. Kjo nuk më shkon. Prandaj, ata kanë filluar, do fillojnë sot punën, do më thënë, do të bashkëndojnë, kanë filluar që djeni një farë mënyre, në disa aspekte. Këta 3 persona, zoti Noka, zoti Kliqi dhe zoti Ali Mehmeti, janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, të koalicionit dhe jashtë koalicionit. Gjithashtu, Kryedemokrati ngriti akuza për kryeministrin Rama, duke e cilësuar si një rrezik për shqiptarët dhe Europën. Denoncimit më flagrant të lidhjes së kreut organizatës kriminale Edi Rama me bursën botërore të drogave, me Arubën, me takimin qeveritar famëzi të zhvilluar në Aruba, duke shpreh një mirënjohje të pakufishme për antimafjen italiane, e cila gjeti mënyrat për të informuar publikun shqiptar se kryeministri i vendit mban lidhje qeveritare me grupet më të fuqishme të trafikut të drogës shqiptare, venezueliane, se Big Brother në Aruba është Venezuela. E keni në rrafsh me drogën. Aruba edhe njërë, mos harroni, quhet ndryshe Bankers of Drug Mafia. Ndër të tjera, Berisha kërkoi dorëheqjen e Ramës, duke thënë se padia do të shkojë në SPAK dhe në gjykatat ndërkombëtare.